Në orët e para të kësaj të shtune, Ukraina ka kaluar një nga netët e ralla pas sulme ruse ndaj infrastrukturës së saj energjitike, një zhvillim që sinjalizon se Kremlini ka pranuar një kërkesë të drejtpërdrejtë të presidentit amerikan Donald Trump, drejtuar presidentit rus Vladimir Putin për të ndaluar sulmet. Para një dite u përfol se Trump personalisht i kishte kërkuar presidentit Putin të ndalonte sulmet për shkak të motit të keq me dëbor. Ky ndalim i përkohshëm i sulmeve përbën një moratorium të kufizuar, i cili pritet të zgjasë të paktën gjatë fundjavës. Vendimi vjen në një moment kritik për Ukrainën, e cila po përballet me kushte ekstreme dimërore. Temperaturat në ditët në vijim pritet të zbresin deri në -30 gradë Celsius, duke bërë funksionimin e sistemit energjetik jetik për mbijetesën e miliona qytetarëve. Burime diplomatike sugjerojnë se qëllimi kryesor i këtij ndalimi është t'u jap autoriteteve ukrainase një hapësirë minimale për stabilizimin e furnizimit me energji dhe ngroje. Megjithatë, moratoriumi ka kufizime. Ai vlen vetëm për sulmet ndaj Kievit dhe objekteve energjitike civile, ndërsa operacionet ushtarake kundër industrisë së armatimit dhe objektivave të tjera mbeten jashtë kësaj marrëveshjeje të përkohshme. Kjo tregon se, pavarësisht gjestit diplomatik, lufta në terren vazhdon pa ndalesë reale. E diela, dita e fundit e parashikuar e ndalimit të sulmeve, përkon me raundin e dytë të bisedimeve diplomatike që pritet të zhvillohen në Abu Dhabi. Ky takim trepalësh shihet si një përpjekje për të testuar seriozitetin e palëve drejt një kornize më të gjerë negociuese. Procesi do të ndërmjetësohet nga emisarët amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner, nën patronazhin e presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed. Nga ana e tij, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka përsëritur se çdo rrugë drejt paqes duhet të nisë me një marrëveshje të fortë sigurie me SBA-n. Sipas Kievit, një pakt i tillë do t'i garantojë Ukrainës të drejtën për të mbajtur një ushtri të fuqishme prej rreth 800.000 trupash, si element kyç për parandalimin e agresioneve të ardhshme. Megjithatë, vetë mbajtja e takimit të së dielës mbetet e pasigurt. Tensionet e fundit mes Washingtonit dhe Teheranit po krijojnë një klim të brisht ndërkombëtare, e cila, sipas autoriteteve ukrainase, mund të ndikojë drejt për drejt në kohën, agjendën dhe suksesin e negociatave për përfundimin e luftës. Në këtë kontekst, ndalimi i përkohshëm i sulmeve ndaj energjisë shihet më shumë si një pauzë taktike, sesa si një ndryshim strategjik. Diplomacia është rikthyer në tryez, por mbetet e paqartë nëse kjo fundjavë do të shërbejë si një hap i parë drejt paqes, apo thjesht si një ndërprerje e shkurtër e një konflikti i cili vazhdon të mbajë Europën lindore në ankth.